Mirëmëngjesi për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot kam një të ftuar tepër të veçantë që për mua është shumë kënaqësi që është me mua në studio. Është me mua Ana Meli, presidente e shoqatës italiane COSPE. Mirëmëngjesi. Buongiorno. Faleminderit që je sot me mua në studio, është një kënaqësi shumë e veçantë. È un piacere anche mio. È la prima volta in Albania e quindi sono molto emozionata e contenta di essere qua. Jam shumë e gëzuar dhe unë, është hera e parë që vin në Shqipëri dhe jam shumë e gëzuar të jem me ju. Do të flasim për një aktivitet shumë të bukur që është realizuar 2 ditë në Shkodër. Sì, sono qui proprio a testimoniare anche di questa attività importante che abbiamo fatto a Skutari. Informacionet për aktivitetin e rëndësishëm që kemi bërë në Shkodër, që quhet Balker Festival, Forumi Balker Festival. I kemi vendosur së bashku 70 të rinj nga 13 vende të ndryshme të botës, të cilët janë përballur me njëri tjetrin për agjendat, për kërkesat që do të bëjnë ata nga vendet e tyre në nivel ndërkombëtar, përsa i përket respektimit të nevojave që ata kanë, si edhe përgjigjet që ata presin për disa tema shumë të rëndësishme aktuale. Kush janë organizatorët kryesor të këtij aktiviteti? Chi sono gli organizzatori? Appunto, COSPE è l'organizzazione non governativa COSPE është shoqatë italiane e cila ka nxitur këtë aktivitet së bashku me Qendrën e Gruas Hapat e Lehtë në Shkodër, në bashkëpunim edhe me Bashkimin Evropian, me Centre European Initiative, si edhe me partnerë të tjerë, së bashku me UN Women edhe me forumin Youth Care. Cili është roli i kësaj nisme dhe i Bashkimit Evropian në këtë aktivitet? La delegazione europea ha creduto nel Bashkimi Evropian ka besuar në këtë projekt për të rinjt. Projekti është që të mbështesë shoqërinë civile të 13 vendeve të ndryshme të rinjve dhe është angazhuar që të marrë pjesë, që të rinjt duhet të marrin pjesë në vendimmarrjet e jetës së përditshme në vendet e tyre. Pse është zgjedhur ky format 3 ditor për aktivitetin? C'era bisogno di Ishte incontrarsi, shumë e rëndësishme që ne të takoheshim, të përballeshim në mënyrë me pjesëmarrje, nëpërmjet workshopeve të ndryshme, nëpërmjet formimit, trajnimeve, të cilat ishin momente të shkëmbimit dhe të propozimeve që të rinjt kanë bërë së bashku, për të bërë të mundur fushata të ndryshme, të cilat do të kërkojnë nga institucionet kombëtare dhe ndërkombëtare për të përmirësuar jetën e të rinjve dhe në këtë mënyrë edhe tonën. Sa të rinj marrin pjesë në këtë aktivitet dhe nga cilat vende janë ato? Sì, appunto, sono stati circa 70 rreth giovani 70 che të hanno rinj që kanë marrë pjesë da 13 paesi nga 13 vende të ndryshme, europiane, nga Belgjika, Spanja, Italia, por edhe nga vendet mesdhetare, nga Tunizia dhe Maroku, dhe sigurisht nga Shqipëria, në cilin ne kemi pasur një prani jo vetëm të rinjve nga Shkodra, por nga gjithë Shqipëria. Çfarë karakteristikash duhet të plotësojnë këta të rinj që të jenë pjesë e aktivitetit? Sì, questi giovani che hanno partecipato a që kanë marrë pjesë në këtë 3 ditor aktivitet, kanë qenë përfaqësues të shoqatave të ndryshme ndërkombëtare që ne me të cilët punojmë në 13 vende. Në çdo vend është bërë një aktivitet, është bërë një lloj hartëzimi i shoqatave. Pastaj ata kanë marrë pjesë në nivelet e tyre kombëtare në momente të shkëmbimit të propozimeve dhe më pas kanë
vendosur së bashku që të dërgojnë një përfaqësues i cili do të marrë pjesë nga ato agjendat rinore që ka bërë në secilin vendin e tyre, duke përfaqësuar agjendat rinore që kanë përgatitur në vend në këtë forumin e Shkodrës. Si lidhen të drejta gjinore me njeriun dhe me planetin? Come si collegano i diritti di genere con il concetto di cura per la gente e per la pianeta? Questo è un tema importantissimo. Kjo është një temë shumë e rëndësishme, sepse të rinjt arrin që të vendosin së bashku këto aspekte. Ndryshimet klimatike janë një temë të cila është shumë e rëndësishme dhe ne kemi shumë për zëmër sepse kemi parë në nivel ndërkombëtar, sepse të rinjt në nivel ndërkombëtar e vendosën në qendër të tematikave ndërkombëtare këtë temë dhe çdo njeri që ka marrë pjesë dhe çdo njeri që merr pjesë në këtë program i vendos së bashku të rinjt e të drejtat së bashku me përkujdesjen ndaj planetit. Pra, përkujdesja ndaj njerëzve dhe përkujdesja ndaj planetit. Kjo na mëson shumë dhe sidomos i jep shumë mësim figurave politike se si ata duhet i vendosin së bashku përkujdesjen e relacioneve me natyrën dhe me relacionet midis njerëzve, pra të drejtat e grava, të drejtat e të rinjve dhe sigurisht edhe të gjithë të drejtat gjinore së bashku me të drejtën për natyrën dhe për të drejtën për një të ardhme më të mirë. Si nxiten të rinjt nga ky aktivitet në çështjet klimatike? Come si incentivano i giovani in questa attività per questioni del cambiamenti climatici? I giovani chiedono che si parta dal territorio, që të fillohet nga territoret, quindi anche con iniziative molto edhe me piccole. iniciativa shumë të vogla, Sono venute fuori idee kanë ardhur appunto ide di shumë të rëndësishme giardini përsa i urbani përket da tenere, kopshteve urbane in për të cura, përkujdesur, da altre idee ovviamente ose ide të su larga tjera scala, përsa i përket me shkallë të gjerë, për shembull kërkojnë që kërkojnë nga kombet e ndryshme që të kenë një zhvillim të qëndrueshëm për planetin. Por janë shumë të ndërgjegjshëm që duhet të nisin nga një nevojë nga angazhimet e tyre. Pra, për ne kjo është një mësim shumë i madh, se cili prej nesh mund të bëjë një hap të vogël, që në një farë mënyrë është një hap i madh nëse i bëjmë të gjithë së bashku. Pra, për përkujdesjen dhe për planetin ton. Pra, mendojmë se të rinjt, ata janë duke na treguar rrugën më të mirë në mënyrë që të gjithë ne të duhet të drejtohemi për të përballur me ndryshimet klimatike. Si do të prezentohen rezultatet finale në qytetin e Tiranës? È un momento molto importante Është per një noi. moment shumë i rëndësishëm për ne, sepse më së fundmi zëri dhe protagonizmi i drejt për së drejti të shoqatave rinore do të munden të kenë një dëgjim, të dëgjohen nga institucionet europiane, nga qeveria shqiptare, nga UN Women, nga Kombet e Bashkuara, nga delegacioni europian, nga CEI. Roli ynë si KOSPE është ai që duhet t'i ofroj disa hapësira këtyre të rinjve në mënyrë që ata të flasin direkt me këto institucione dhe t'i pyesin ata në mënyrë specifike çfarë aktesh o veprimesh konkrete ata duhet të marrin në mënyrë që të përmirësojnë jetën e këtyre të rinjve, por edhe jetën tonë. Si pritet që ky aktivitet të ndikojë në jetën e vendeve ku zhvillohet? Come si aspetta che queste attività poi si ritornano nelle comunità dei paesi dove vengono questi giovani? Sì. L'idea è proprio quella che a partire da Ideja questo është që duke scambio filluar nga ky shkëmbim që kemi realizuar, çdo grup të rinj mund të kthehet në vendin e tyre me një kërkesa specifika, me fushata sensibilizimi, duke i kërkuar qeverive të tyre lokale dhe kombëtare në mënyrë që ata të veprojnë në mënyrë të shpejtë për të marrë masat se si do të përballen me këto
ndryshimet klimatike, por edhe për përkujdesjen e njerëzve të marrëdhënieve, por gjithashtu edhe të kenë hapësira të sigurta ku ato mund të flasin si dhe të marrin pjesë në vendimarrje. Kjo është në nivel kombëtar, në nivelin europian, nëpërmjet 2026-2027 ne do të takojmë një takim të drejtë për drejtë me delegacionin europian në Bruksel, në mënyrë që ne të prezantojmë gjithë të rezultate që kemi bërë këtë vit. Faleminderit që ishe me mua në këtë intervistë kaq të këndshme. Grazie a voi. Faleminderit dhe të gjithëve ju që na keni ndjekur deri në këto momente në Info Plus. Takimi radhës së bashku të hënën.